Intervista e fundit e kreut të SPAK Altin Tumani dhe lëvizjet e tij në studio dhe në takime me diplomatët e huaj kanë nxjerrë në plan të parë emrin e Klodian Brahos. Ai shfaqet gjithnjë pranë tij si kandidati i Dumanit për drejtues të prokurorisë së posaçme, por pas kësaj mbështetjeje prej kryeprokurorit, lind pyetja: a mundet që Perëndimi, me parimet që ka vendosur për integritetin dhe luftën kundër krimit të organizuar, të pranojë një prokuror me dyshime të provuara për lidhje me krimin në krye të institucionit kryesor të akuzës, dy prova që e diskreditojnë kandidaturën e Klodian Brahos? Sipas hetimeve dhe të dhënave të siguruara nga mediat investigative, Brahon e rëndojnë dy fakte komprometuese: udhëtimi me një trafikant droge në 2012 dhe lidhjet familjare me persona të dënuar për trafik ndërkombëtar droge. Së pari, dokumentet e TIMS tregojnë se më 24 shkurt 2012, Braho ka kaluar Kakavian me makinën AA 777 AT, së bashku me trafikantin e dënuar Bledar Erviz Gavelli, me cilin kanë udhëtuar drejt Athinës. Braho ka qenë drejtuesi i makinës. Ata kanë fjetur në hotel Blazer Suites dhe janë kthyer në Shqipëri më 26 shkurt 2012. Udhëtimi nuk është deklaruar asnjëherë në formularët e dekriminalizimit, kur Braho duhet të tregonte pasurinë dhe lidhjet me krimin. Së dyti, vëllai bashkëshortes së Brahos është arrestuar në 2011 në Itali për trafik droge. Emri i tij është përmendur shtetërisht në proceset për trafik ndërkombëtar, por Braho nuk e ka deklaruar këtë lidhje në hetimin e vettingut në 2019. Këto fakte nuk janë të vogla, ato janë shkelje të besimit publik, atribute që prokurori përfaqëson dhe pikërisht për këtë, Komisioni i Vettingut dhe më pas institucionet ndërkombëtare që mbikëqyrin procesin duhet të reagojnë.